Radhës, Esselamu Aleikum, kam një pyetje për hoxhën e nderuar. Këto 73 grupe që ndahen, vetëm një është në xhennet. A janë përgjithmonë në xhehenem këto 72 grupe? Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Në hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se teftariqu ummati, ka më përço ummeti jam. Disa komentatorë të këtij hadithi kanë thonë, kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më përço ummeti jam, do të thonë se këta janë këtë musliman. Se më paskon që s'janë musliman si ishin ummet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum fin nar, kret kanë me hinë zjarë, përveç njonit. Kanë thonë, kret kanë më dënu përkohësisht për devimet e tyre, pastaj kanë me dalë për xhehenemit për shkak se kanë qenë musliman. Kurse ata që kanë qëndruar drejt nuk kanë me hinë në xhehenem hiç, s'kanë më dënu hiç, kanë me ecë direkt. Kjo është një koment. Komenti i dytë thonë pejgamberi ummet llogaritën edhe kret njerëzit. Ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam llogaritën edhe ata që nuk janë musliman prej ardhjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për shkak se të gjithë e kanë pas për detyrë me u përgjigj, po pse që kanë përgjigj, ajo është problemi i tyre. Pastaj nëse këta nuk bën pjesë të ummeti, shkojnë në xhehenem përgjithmonë, përveç ehli sunetit që nuk shkojnë në xhehenem. Këto janë dy shpjegimet më të njohura. Dhe ajo që unë personalisht mendoj është se çdo grupe, kushdo prej tyre që në brendsinë e vet ka kufër të madh ose shirk të madh ose nifak të madh, është përgjithmonë në xhehenem. Kushdo prej këtyre grupeve që janë të devijuara, por në rregullat e tyre nuk përfshihen veprat e kufrit e shirkut të madh dhe nifakut të madh, nuk janë përgjithmonë në xhehenem. Wallahu a'lam.